Zgjedhjet në Shqipëri nuk janë kontestuar vetëm kur ka patur, le të themi, rotacione politike. Si është e mundur që shteti nuk e ka të mundur që të bëjë një palë zgjedhje të cilat nuk kontestohen? Nuk ka asnjë lidhje me shtetin. Vetëm në 2013 nga një zgjedhje e fundit të cilat nuk janë kontestuar edhe më herë. Nuk ka asnjë lidhje me shtetin kjo. Ato zgjedhje në 2013 nuk janë kontestuar se kush kishte në dorë të organizonte i humbi dhe s'kishte çfarë të kontestonte. Por nëse i kthehem asaj që thash në fillim, për sa kohë në krye të Kënetës do të rrjedhë dhe do të vigjiloj bufi i Kënetës, nuk do ketë zgjedhje të pranuara në Shqipëri. Okej. Zoti Rama, pse duhet që disa nga kandidatët për deputet të hiqnin dorë nga drejtimi i bashkive, ku nga takset e qytetarëve duhet të organizohen një palë zgjedhje të tjera për këto bashki? Çfarë vlere të shtuara do sjellin parlamentit? Si bashkia e Tepelenës, do sjellin vlerë të shtuar kapacitetin përfaqësues të atij komuniteti ku ata kanë bërë sukses. Zoti Rama, në listën e Partisë Socialiste kishte vend për shumë socialistë që janë në proces me përballje me ligjin, ndërkohë që nuk kishte vend për shembull zotin Tare Ndreca që gjithashtu shkon në prokurorinë e posaçme për të është një përballje me prokurorinë e posaçme apo jo? Ju besoj se e keni ndjekur. Është njeri i lirë dhe nuk është në asnjë akuzë. Kishte vend për të, por nuk kishte vend për socialistë, për shembull si Ditmir Bushati, zëra si kontributor si Lodrin Krashi apo ekspert si Denis Deliu. A funksionon sistemi i karrierës në Partisë Socialiste? Po çfarë lidhje kanë këto? Ne në vlerësimet që bëjmë për skuadrën përfaqësuese të Partisë Socialiste kemi një numër të caktuar kriteresh që nuk janë të lidhura me thjesht ato që mund të shikoni ju nga jashtë, por janë lidhura edhe me shumë aspekte tjera që kanë të bëjnë me skuadrën, me frymën e skuadrës, me përkushtimin ndaj skuadrës, me momentin në cilin bëhet përzgjedhja e të tjera. Gjithë temat që përmendën ju janë patjetër shumë të respektuar, por fakti që janë pjesë e kësaj skuadre kombëtare nuk do të thotë që vlen më pak. Jo, si ndahet balanca mes rinovimit, traditës dhe eksperiencave? Këtë e ndajmë ne që e kemi për detyrë të ndajmë në proceset tona të brendshme dhe po të shikoni, skuadra jonë është skuadra më e re që ka sot në garë, përfshirë dhe ata që kanë të reve të moshën dhe thonë jemi e reja që po vjen, dhe është njëkohësisht skuadra më e vjetër për shkak se ka një ndërthurje midis energjisë së re dhe eksperiencës. Çfarë kanë ata, zoti Rama, që mendoni se kanë vetëm moshën dhe nuk kanë asnjë të re? Vetëm moshën kanë të re, por s'kanë asgjë të re. Po janë edhe nuk kanë as ide të reja. 9 kandidatë të tjerë për kryeministër. Nuk kanë as ide të reja, nuk kanë as programe të ndryshme nga programet e çdo lloj force spekulante që s'ka gjendore dhe premton gjithçka përveç nënës dhe babës. Ju keni lexuar programet e tyre? Edhe nuk kanë mbi të gjitha asnjë kapacitet qeverisës. Po s'ka asnjë element në programet e tyre që mund të jetë edhe interesant, zoti Rama, gjithçka mund nxerohet? Jo, unë kam mundur të shoh disa nga gjërat kryesore, natyrisht nuk kam lexuar gjithë programet, por kam parë disa nga gjërat kryesore dhe kam parë dhe qasjen destruktive, kam parë dhe qasjen agresive, kam parë dhe gjuhën skandaloze, edhe kam parë edhe se si, për shembull, në ndërkohë që Shqipëria duhet mbyllë negociatat për Bashkimin Evropian 2027, ata thonë që po na erdhi në dorë kjo punë, ne do shkojmë zgjedhje parakoshme. Domethënë, janë thjesht një version laik i të ndjerës LSI. Zoti Rama, një nga shënjesat që keni patur ndaj Partisë Demokratike ka qenë pajtimi i strategut amerikan La Civita dhe kontrata e lobimit që ata kanë patur. Sot që jeni në krye të qeverisë, sa mendoni se ja vlen të shpenzohet për të lobuar në Shtetet e Bashkuara? Qoftë edhe për një fotografi me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Ne si parti e kemi bërë dhe ne në një moment caktuar kur kemi menduar se ka një vlerë caktuar, por eksperienca na ka treguar që
nuk kanë, çfarëdo shumë e parashpejse ne nuk kemi shkuar kurrë në asnjë imagjinat në shuma si këto që janë shfaqur ditët e fundit në këtë kontratën korruptive dhe të frikshme në një farë mënyrë, sepse ajo është vetëm maja